U bën 2 javë që është mbledhur ky parlament dhe kjo është seanca e 5 dhe fatkeqësisht këtu deputetët ende nuk kanë të drejtën minimale, pra të drejtën të flasin. Unë nuk di nëse ka në një parlament tjetër ku deputetët nuk mund të flasin. Ne nuk kemi pasur të precedent, mjafton të kujtoj që dhe në vitin 91 kur u mblodh parlamenti i parë pluralist, pra ku njerëzit ishin ende burgjeve dhe familjet në internim, u bë 4 ditë debat për qeverinë, 4 ditë. Zoti Kapri, keni gjë për Po pra zverbalin? aty kam, aty do dal. Tekstin e për zverbalin. Aty po dal tani të lutem. Tekstin e për Tani unë po zverbalin. flas për një të drejtë minimale zoti kryesar për të folur dhe të drejtën minimale ju na mohoni, të lutem shumë. Tani respektojeni kuvendin, kërkojmë vetëm të flasim. Seanca për programin është një drejtë kushtetuese dhe ju nuk mund të interpretoni të drejtat kushtetuese zoti kryetar. Përmenda rastin e 91-shit për të ardhur deri më sot, sepse ky nuk mund të jetë një parlament që mund të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por i ngjan një parlamenti të vitit të 45. Dhe kjo është fatkeqësi. Faleminderit.